Ta zëm që me i akomodu gjithë këto interesa. Në këtë formë që do të prezentohet vetëm në ditën kur paraqitet programi, para asaj rezumece dhe kur votohet qeveria dhe qysh nuk është që në vazhdimsi e ka ngritur ta se është problematike sa i përket fuzionimit të ministrive që ka ndodhur në të kaluar. Ne e dim që është kritikuar vazhdimisht Kosova në raportet progresi për shkak të mbipopullimit të administratës publike. Tash do të ketë shkurtim, a do të ketë si do të për shkak se tash ministritë e reja do të kërkojnë staf të ri. Do të ketë sërish... Po nuk është çështja në base edhe të shkurtimit administratës publike, në çështja është e organizimi stafit, se secili dikaster këtë shtet ankohet për mungesë stafit. Haqë këshirë këtë inspektoratet, këtë ankohet që s'kan inspektora. Apo këpëtën, ka problemi të këshëm të punësimi për 80.000 shërbjus civil që janë këtë vend. Po mirë, disa në konë që s'ka staf, disa janë të mbigarkuar me njerë se s'di që të qështja organizimit se si po funksionojnë, në ashtë të azëm me një departament jenë më shumë punësuar se sa me një departament tjetër. Këtu do të ishte një loj riorganizimi që me unë sot pash një listë të këshiltarëve që ka pas Ministria e Arsimit dhe vërtet ishte gjigande, dhe thot sa shumë njerëz kanë punuar si këshiltar të ministrës, disa prej tyre as nuk I kemi ditur kurse çfarë bëjnë asë. Janë pikërisht, janë 4-5 sektor që I kanë dispozicion. E ka arsimin, e ka shkencën, e ka inovacionin. Që inspektorati arsimor të shtohej me kaq numër inspektorësh, a ministrit ketë 30 këshiltar. Tashti cila është më... Po nuk I di nëse ka pas 30 këshiltar. Nuk I di, 15 këshiltar. 15 këshiltar, por nuk janë shumë bre, nuk janë shumë se shëmbet buxheti shtetit Inspektorati arsimor të rritej, pikrisht inspektorati arsimit kishte më shumë inspektor, më shumë kontrol, më shumë jo të rriten vetëm zyrat ku ka komoditet, ku nuk duhet dilën teren, ku nuk është se angazhosh shumë e shumë. Tash këtu është pyetja. Nëse mundem ndoshta vetëm një dallim të vogël ta bëjmë. Kur flasim për administratën publike dhe për stafin politik janë dy kategori të ndryshme dhe nuk mund të krahasohen. Nëse Bashkimi Evropian ose Banka Botërore pretendon që kemi administratë publike të madhe, ajo është një temë tjetër. Nëse kemi staf politik në këtë rast shumë këshilltar, kam panë edhe në kabinetet tjera që ka pas tepër shumë këshilltar, shumë shpesh përdoren më shumë për akomodim se sa detyrimisht për vepra, të themi ashtu. Mos të harrojmë që në të kaluarën, qeveritë e Kosovës janë përbërë për koalicioneve që kanë qenë kryesisht 2-3 e ma shumë parti që kanë garuar të vetme. Dhe në ato raste shumë shpesh qeverit kanë pas një numër edhe më të madhë të ministrive për akomodim të gjithë partnerve qeverisës. Dhe aty e ka gjetë pikën e do lëvizje vendosje në atë kohë, ka sulmu strategjikisht në atë pikë edhe një farforme pas një periudhe dhe ju ka shpagu dhe në vota. Pastaj, ata duhej të ambanin atë qëndrim dhe tentuan që të fuzionojnë ministri, që u tregua që nuk ka funksionuar. Mendoj që nëse shinin ndarjen e disa ministrive, ka një farë logjike, jo detyrimisht është vetëm për akomodim të njerëzve eventualisht. Kemi ndoshta një ndarje disa ministrive që mendoj që janë bërë mjaft mirë, e përmendet ju Ministrinë e Ambientit. Që edhe një rast ta zëm të duplifikimi I pozitave, kur është bashku Ministria e Inovacionit me tregtisë dhe të industrisë, tash e 5 vite nuk janë sistemu. Punëtorë që kanë ka duplifikim pozitave edhe një pjesë së shtorëve vetë shkojnë rrinë. Se nuk janë sistemu, prandaj është çështje organizimi, jo çështje punësimi. Duke pas gjithë këtë problematik në për sektor, veç me organizu me I dërgu në për sektor të caktuar ku ka pas mungesa dhe I shkri puna. Po pra, po thëmë nuk është shumë problemi këtë. Nuk është çështja budgetit, asë që duhemi. Po tani du ta analizojmë çfarë lloj kabineti qeveritor kemi. Ndarja duket që ka pas ndoshta një lloj mësimi nëse mund ta quaj ashtu nga përvoja e parë qeveritare dhe kemi në ndarje pak më logjike të resoreve ministrore këtu dhe shpresojmë që disa nga këta emra të ri që janë prezantuar do të mund të performojnë shumë më mirë se disa që nuk janë tash në listë, mirë po ndoshta janë edhe një 2-3 që janë të kaluar që ndoshta jo detyrimisht kanë qenë shumë të suksesshëm, mirë po... Mund t'i përmendim cilët janë ata? Po mund të flasim edhe me emra, unë thash më shumë isha interesuar të bazohemi në resore ministrore se sa detyrimisht me emra, mirë po ne e dim që I kemi disa probleme, tash në arsim e dim që kemi një ndryshim që mendoj që është lajmi shumë I mirë, edhe mendoj që ndoshta propozimi është shumë I mirë po ashtu.
kemi problem të madh me energjinë, do thotë dikush Se thoni propozimi mirë se Hajrullah Qeku thoni që ka bërë mirë të kultura dhe tani do ta rregullojë edhe arsimin. Më të suksesshëm të kabinetit të kaluar dhe natë po thirrëm kur them që mendoj që është lajm i mirë që është caktuar ai në një temë shumë të rëndësishme këtij veni, siç është arsimi, e dim sa shumë probleme kemi në këtë sferë dhe e dim sa pak është bërë edhe nga qeveria e kaluar dhe shpresojmë që tash me një ministër të ri, ndoshta me ato energjitë e ministrisë së kaluar që ka pas, të vazhdojë edhe këtu dhe të shohim ndoshta rezultate më A gjem konkrete. pajtohesh me këtë që Qeku ka pas sukses të kultura dhe do jetë i mirë edhe të arsimi? Jo, kultura ka qenë për i bretë, si me thamë për herë të parë, komplet institucionet e kulturës kanë qenë blokume totalisht për 4 vjetë. Dhe ne sektorët ndryshëm, kulturë realisht i kemi humbi investimet 50 vjeçare, 70 vjeçare që jënë banat në dikasteret ndryshme, jënë shume totalisht. Po referosh mbajtjes mbyllur të teatrit? Po, jo veç teatri, galerit, orkestrat, sektori filmit, gjithandej janë, dhe me thonë, të dheqëna nga grupi interesit shoqërisë civilet, cilat kanë shku në regres të jashtëzakonshëm. Ne realisht kulturë s'kemi në Kosovë. Kultura është në kohën për të mos thonë që është komplet e vdekun. Se të mos flasim për identitet ose qëllim kulturor. A do të më fajsu veç politika? Porna? A do të më fajsu veç politika pse kemi kulturën këtë gjendje? A dhe kryuesit? Politika jo, kryues... Përderisa ministria ndonë fondet caktuar ose subvencione për kategori ndryshme, niveli i prodhimit pastaj është... Po, kujnë e ndonë është ka Po tash kujtë të qoftë. Jo, po së kujtë të qoftë. Po tash vlerësimet i bën komisioni... Vlerësimet i bën komisioni për katës. Nuk duhet fajsuar veç politika tash nëse veç... Komisioni për katës në brenda ministrisë ndonë qendrës kinematografike. Okej, që po e marrim qendrën kinematografike. Dasmagji ka nda projekte. Jo vetëm. Dasmagji. Dasmagji pujti ka projekte Gjermanisme. Nuk egziston asë një qendër Po janë në vjetra. Asë një qendër në Evropë. Nuk egziston që njerëz të huj dhe jo profesionist ndajnë projekte që kryojnë identitet kulturor divani. Po stena. Po veç kush është antar i qati komisioni që ndonë qëtu për... A jenë profesionist fushës? Jo.